Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ba'ith Muhammadin bilisanin arabiyyin mubin. Rahmatan bil mu'minina wa hujjatan ala alamin. Paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ju. Falendrimet tona si gjithmonë janë për Allahun fuqiplot, ndërsa përshëndetjet janë për Zotrinë e njerëzimit, Muhamedit, familjen, shokët dhe gjithë ata që e ndjekin rrugën e tij deri në amshim. Mirë se vini në këtë takim i cili është i gjashti me radhë i këtij lloji, për çka e falenderoj të madhin Allah dhe e los që të jetë i bereqetshëm dhe të jetë i vazhdueshëm. Siç edhe jeni të informuar, sonte me lejen Allahu te bareke ve teala, në këtë takim do të flasim për një temë që ka një peshë të madhe. Siç e dini, besimi në pejgamber është një prej 6 kushteve të besimit. Pra, një besimtar nuk mund të jetë besimtar në qoftë se nuk beson edhe në pejgamber. Në Kur'an dhe në Sunnet, besimi në pejgamber është trajtuar në 2 forma, në formë të përgjithshme dhe në formë të detajuar. Në formë të përgjithshme na është treguar se ata që gjithë vijnë prej Zotit, që gjithë kanë autorizim prej Zotit, që gjithë e përcjellin mesazhin e Zotit, disa prej tyre i njohim me emra, disa të tjerë veç na është treguar. Pra, në formë përgjithshme i besojmë kësaj. Mirë po, për disa prej tyre ka dhe detaje, cilat ne si besimtar jemi të detyruar të besojmë. Në fakt, këto detajet edhe paraqesin konceptin tonë. Pra, detajet që janë përmendura në Kur'an, që janë përmendura në hadith, ato në fakt edhe e skicojnë konceptin tonë se si duhet me besu në pejgamber. Mirë po, ajo që ka rëndësi të veçantë përmendet, është se ndonjëherë këto detajet kanë përmbajtje doktrinare, kanë përmbajtje të besimit, që nënkupton se janë në të njëjtën kohë edhe vija ndarëse ndërmjet nesh edhe të tjerëve. Kanë përmbajtje doktrinare, do të thotë kanë përmbajtje të besimit, dhe nga ky aspekt ato edhe e paraqesin atë vijë ndarëse ndërmjet nesh edhe të tjerëve. Sonte, duke marrë shkas edhe këtë muaj në cilin, siç e dini, të krishterët e festojnë lindjen e Isait alayhis salam, kemi vendosur që para jush të prezantojmë Isain alayhis salam nga këndvështrimi kuranor dhe profetik. Për shkak se e kemi edhe kohën e limituar, sonte fokusin do ta kemi vetëm tek Kur'ani, ndërsa në takimin e radhës me lejen Allahu te bareke ve teala do të flasim për Isain alayhis salam sipas haditheve të Muhamedit alayhis salatu wassalam. Ajo që është interesante të përmendet qysh në fillim, nderuar vëllezër, ka të bëjë me një detaj që ndoshta në raste të tjera nuk e gjejmë në Kur'an. Tregimi i Isait alayhis salam është më shumë i detajuar në Kur'an se sa në Sunnet. Pra ato detajet cilat janë të përmendura në Kur'an janë më shumë se sa që gjejmë detaje në hadithet e Muhamedit alayhis salatu wassalam për kitazi me Isain alayhis salam. Dhe kjo tregon për peshën që ka kjo temë. Ajo që kam menduar, ndëruar vëllezër, të hapi këtë temë me të, ka të bëjë me një debat i cili është sa i vjetër, sa i ri. Një debat që, një dilemë, në fakt, që është ngrit në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe të cilën e kam dëgjuar edhe në mediat tona para pak javësh. Allahu xhallahu ala, duke folur për rrëfimin e Mërjemës, përveç tjerash përmend një lidhje familjare të saj. Lidhje mund të quhet familjare,
në fakt nuk është familjare, mi për një lloj përkatësie të saj. Për shembull, kur Meriemja e solli fëmijën, e solli Isain alayhis salam, ata populli i saj thanë, laqad ji'ti shay'an fariya, ke sjell diçka të pahishme, ke bo diçka të turpshme, diçka jo të mirë. Ja ukhte Haruna, ma kana abuki imra'a sawin, wa ma kanat ummuki baghiya. Oj motra e Harunit, babajut nuk ka qenë burr i keq, e as nëna jote nuk ka qenë e pandershme. Po ta ka të bëjë me këtë pjesën, ja ukhte Harun, oj motra e Harunit, për cilin Harun bëhet fjalë. Në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam është ngritur dilem edhe në kohën tonë, dhe në bazë të kësaj dileme është provu, kinse me provu, me dëshmu, me faktu, se Kurani nuk është i vërtet. Pse? Për arsye se ndërmjet Musait alayhis salam, ndërmjet Harunit që ka qenë vllai Musait alayhis salam, dhe ndërmjet Isait alayhis salam ka hiç më pak se 1500 vite. Prandaj qysh Kurani i thot që ajo ka qenë motra e Harunit. Edhe duke u thirrë në këtë aspekt, kanë provu që me shpall Kur'anit pa vlefshëm, pse? Për arsye se po ofron sipas tyre një dhënë historike të pasakt. Po ofron diçka që nuk qëndron. Edhe dietarët muslimanë sigurisht se përveç kësaj çështje, edhe shumë çështjeve tjera kanë bërë debatet shumëta dhe kanë provu që në fakt këtu kemi të bëjmë me diçka tjetër që nuk ka të bëjmë me Harunin alayhis salam. Janë 4 interpretime. Interpretimi i parë është ky që është i pasakt. Pra se Meriemja është motra e Harunit dhe Musait alayhis salam, që për shkak të distancës së gjatë kohore nuk është i saktë. Mendimi i dytë që ka shumë gjasa të jetë më i saktë dhe të cilin do ta dokumentojmë në ligjëratën e radhës me hadithet e pejgamberit alayhis salatu wassalam, është se kemi të bëjmë me një interpretim sipas traditës dhe zakonit. Qysh? Ka qenë praktik Meriemi alayhis salam ka shërbyer ku? Në tempull. Edhe ka qenë praktik e popullit të saj që njerëzit, trinjt, trejat, me i thirrë në bazë të njerëzve të vjetër që kanë qenë të mirë. Haruni ka qenë një njeri i mirë, një adhurues i madh, e ka thënë këtë Ibn Kathiri, dhe kur i është thënë ja ukhte Harun, oj motra e Harunit, i është thënë në kuptimin që ti në aspektin e adhurimit i ngjan Harunit që është musliman i devotshëm, që është besimtar i devotshëm, prandaj si ke vepru kështu. Pra, kjo që i është thënë Meriemës ja ukhte Harun, ma kana abuki imra'a sawin, oj motra e Harunit, baba jot nuk u kon burr i keq, nuk i është thënë në formë të akuzës, po në formë të habis. Ti që je vajza e kujt, që përngjason me Harunin në adhurim, si ka mundësi që ti me vepru diçka të tillë? Pra janë habit. Qysh ka mundësi që me pas një familje të tillë, me pas një biografi të tillë, edhe me bën një punë të tillë? Interpretimi tjetër është se që ka mundësi shumë, për shkak të kontekstit, që t'jetë akuzë. Si? Ja ukhte Harun, ma kana abuki imra'a sawin, oj motra e Harunit, qysh s'ka ardhur marrë ty me vepru kësaj, kur baba ju të është konë njeri i mirë. Edhe kanë thonë që ka ekzistu në kohën e saj një njeri me emrin Harun, por që ka qenë i keq. Pra sikur me thonë, valla ti ke ga filani që është rakigji, nuk fal namaz, që shan, që shpif, do në ti ke ga atina, edhe me thirë në emën të ati njeriu. Dhe interpretimi i fundit është se, që shka përmend Imam Kurtubiu edhe shumë tjerë,
edhe që është shumë i mundshëm, është interpretim nga aspekti biologjik. Si Mariemja e ka pas një vëlla, pej baba dhe pej nane, i cili e ka pas emrin Harun. Ajo që deshta me përmend me këta nderuar vëllezër, është se është hapë si debat. Edhe fatkeqësisht në media, unë nuk kam pa që i është dhënë haku, prandaj kam shfrytzuar rastin në momentin që ta diskutoj me ju, në mënyrë që në rast se e lexoni këtë ajet ose diskutohet një çështje e tillë, të keni të paktën një informacion të përgjithshëm rreth saj. Jeta e Isait alayhis salam qysh nga fillimi e deri në çka? Hajde. Deri në vdekje? Deri në ngritjen e qiellit. Është diskutabile. Lindja, pastaj misioni, pastaj ngritja, pastaj rikthimi, që gjitha këto janë diskutabile. Janë për shkak se, siç tham, ka dallime në përmbajtje, në koncept, dallime konceptuale, dhe ne si besimtar, fatbarësisht për gjitha i kemi shpjegimet tona, e kemi interpretimin ton, prandaj do të mundohemi që në mënyrë të përgjithshme ti prezantojmë para jush duke u ndalë tek pikat më të rëndësishme. Isai alayhis salam ka lindur pa baba. Dhe përveç kësaj në Kur'an është quajtur shpirt, ar-ruh, dhe është quajtur fjalë, el-kelime. Jo besimtarët, të krishterët, kanë kuptuar se ky fakt që ai ka lind pa baba, edhe fakti që Zoti edhe në Kur'an e ka quajtur shpirt, edhe ka quajtur fjalë, është provë mjaftueshme se ai është Zot, se ai është hyjni. Natyrisht nga perspektiva kuranore, perspektiva profetike, ky interpretim nuk qëndron për arsyet që ne do t'i shpjegojmë. Në radhë të parë, Allahu xhallahu ala na ka treguar se fakti se Isai është pa baba nuk paraqet provë të fuqishme se ai është Zot, nga se në Kur'an ka edhe raste tjera të cilat madje janë më të fuqishme në kuptimin e asaj se si është manifestuar fuqia e Allahut te bareke ve teala. Për shembull, Isai alayhis salam nuk ka baba, po? Ademi alayhis salam kënë ka bab? A ka baba Ademi alayhis salam? Allahu ka thënë: "Inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam, khalaqahu min turab." Ju që po pretendoni se Isai është Zot, dijeni se shembulli i tij nuk është ndryshe nga shembulli i Ademit, khalaqahu min turab, i cili s'ka as bab as non. Allahu xhallahu ala e ka krijuar nga dheu. Prandaj, nëse ky që është njeriu i parë nuk ka bab, nuk ka non, nuk quhet Zot, me çfarë logjike po e quhen Isai Zot? Pra, fuqia e madhe të Allah është manifestuar më shumë në rastin e krijimit të Ademit alayhis salam se sa të Isait, prandaj si po e quheni Zot. Pra nuk ka shpjegim. Po kështu, sa i përket çështjes së shpirtit, a nuk kupton se Isai është shpirt i Zotit? Absolutisht jo. Në fakt Isai nga kjo perspektivë nuk dallon nga asnjëri prej nesh. Për arsye se kur Allahu xhallahu ala e ka krijuar Ademin alayhis salam dhe hoxha i lexoj disa prej ajeteve që kanë bënë me Ademin alayhis salam, a thon: "Fa idha sawaytu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin." Kur unë t'i jap formë Ademit, t'i jap trajt Ademit, edhe ta frymëzoj, ta vendosi shpirtin në të, faqa'u lahu sajidin,
ju birni në sejdë për Ademin a.s. Pra qysh ka thonë për Isajin a.s. që është shpirt, po kështu po dhëtë për Ademin a.s. dhe interpretimi është se është shpirt i krijuar prej Allahut xhallahu ala, qysh është shpirti im, shpirti yt dhe shpirti i të gjithëve. Pra, fakti se është quajtur ruh, është quajtur shpirt, nuk nënkupton se është Zot, sikur që nuk nënkupton as fakti tjetër se është quajtur fjalë dhe me këtë ai ka tipare ose elemente hyjnore, nga se Allahu te bareke wa taala na ka treguar në Kur'an se vetë Mariemja alayhis salam e ka pas një dilemë se si do t'i përgjigjet njerëzve. Çka do t'ju thot njerëzve që ka një fëmijë ndërsa nuk ka burr, ka një fëmijë ndërsa nuk ka burr. Allahu ka thonë: "Qale kadhalika Allahu yakhluqu ma yasha, idha qada amran fa inma yakun lahu kun fayakun." Kështu kur Zoti do me bë diçka. Kështu është puna kur Allahu dëshiron me manifestu fuqinë e tij.